Hej, du më tregu një tregim. Kishte qenë një herë një djalosh i vogël që larit me gjyshin e tij. Dhe derisa po bisedonin në netët e gjata të dimrit, djaloshi e pyeti gjyshin. Gjysh, si është e mundur që nganjëherë në vete ndjej urrejtje, nervoz, edhe pse nuk dua të ndjej atë? Gjyshi derisa po shikonte zjarrin, u kthye dhe ju përgjigj. Biri im, çdo njeri në vete ka dy ujqër. Njëri ujk është ai i cili mban në vete urrejtje, zemrim, lakmi, krenari, dhe ai gjithmonë të thotë se ti nuk je i mjaftueshëm për botën. Kurse ujku tjetër është i mbushur me dashuri, lumturi, paqe, për ulje, dhe ai gjithmonë të thotë që edhe në momentet më të vështira ti gjithmonë duhet të shikosh në të ardhmen dhe duhet të gjesh pak dritë edhe atëherë kur është shumë e errët jeta jote. Dhe biri im, këta dy ujq gjithmonë luftojnë në mes vete. Djaloshi pushoi pak dhe u kthye pyeti gjyshin përsëri. Dhe cili nga këta ujq i fiton gjysh? Gjyshi buzëqeshi dhe ju përgjigj. Atë që ti e ushqen më shumë.